Një 28 vjeçar u arrestua nga policia në Lezhë pasi tentoi të vriste nënën e bashkëjetueses së tij duke përplasur me automjet. Ngjarja ndodhi në lagjen Skënderbek ku 43 vjeçaria Klementina Huti mbeti e plagosur dhe u dërguar në spitalin e traumës në Tiranë, ku vijon të marrë trajtim mjekësor për shkak të plagëve të marra në disa pjesë të trupit. Sipas të dhënave, Eriu kishte shkuar me makinë për të marrë bashkëjetuesen e tij dhe në momentin që kanë dalë familjarët e saj për motive që lidhen me marrëdhëniet familjare, ai ka drejtuar automjetin në drejtim të nënës së saj, duke goditur dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Bashkëshorti i plagosurës, Agron Huti, ka treguar ngjarjen duke kërkuar ndëshkim maksimal për autorin. Në atë moment makina ishte i to. Unë kam qenë te pexherja shoferit, i thosha 2 minuta del dhe bisedojmë. Kurse nusja ishte në krahun tjetër dhe doli i kyt krah. Makina ishte i to. Sa doli nusja i to, ai i futi gaz dhe mori poshtë pjesën e kamës dhe pri këtu. Maxori nusën pri këtu, maxori atje, në krahun tjetër. Do me thonë para kolbi i parë, dolim para kolb dytë. Aty pastaj u bë sallat. Kam thyme, dur thyme, çdo gjë s'kishte më, ishte pandjenja. Aty kam pa të merr. Kur e kam çuar makina kështu, pastaj ka policia atje. Momentin, do me thënë, as 15 minuta kena çu te spitali traumës, në spital ushtarak. Për momentin nuk jep përgjigje asnjë lloj doktorit për 72 orë. Ashtë cop. Me vazhdu prike kryti deri te funi i gishtit. Ashtë cop, gjysën e trupit e ka nallçi, pjesën e brive e ka të thyme dhe pjesa e mushnive. Sot e ka kapë edhe pjesa e krytit, jajt kryti. Dhe kret, do me thonë, hallin kret, do me thonë, edhe ka ajo, po kam edhe i fëmijë të vogël. Unë zdi, jena trem krejt si familje. Kam djalin tjetër, të 2 djemt që kanë pa vend ngjarjen. Çdo gjë, do me thënë, janë shumë tremën. Nuk flenë kalamajt, vetëm rrinë e çajin, kërkojnë nanën e vet. Ndërkohë policia reagoi menjëherë pas sinjalizimit për ngjarjen duke lokalizuar dhe arrestuar 28 vjeçarin Cuf Behi në kuadër të operacionit policor Reagimi. Ai akuzohet për veprën penale vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar automjeti i përdorur në ngjarje, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.